Një aksident i rënd me pasojë vdekje ndodhi mbrëmjen e të shtunës pak para mesnatës në autostradën Lushnjë-Tiranë pranë Urës mbi Shkumbin. Një automjet i Benz me targat AB 797 FZ ka përplasur një person që udhëtonte me biçikletë. Përplasja ka qenë fatale dhe si pasojë e goditjeve të forta, drejtuesi i biçikletës ka humbur jetën në vend ngjarje. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se personi me biçikletë ka qenë duke lëvizur në mes të rrugës në momentin kur është goditur nga automjeti. Drejtuesi i Benzit mësohet se ka tentuar të devijojë për të shmangur përplasjen dhe aksidentin, por nuk ka mundur ta evitojë aksidentin fatal. Menjëherë pas ngjarjes në vend mbërritën edhe shërbimet e policisë rrugore, të cilat bllokuan përkohësisht krahun e lëvizjes drejt Tiranës. Bllokimi u bë për të mundësuar kryerjen e veprimeve procedurale, dokumentimin e vendngjarjes, si dhe mbledhjen e të gjitha provave që do të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të situatës dhe rrethanave. Aksidenti shkaktoi rëndim të qarkullimit në këtë segment autostradës gjatë orëve të vona të mbrëmjes, ndërsa policia punoi për normalizimin e trafikut dhe sqarimin e dinamikës së ngjarjes. Ndërkohë, grupi hetimor i ngritur po vijon veprimet për përsaktimin e shkaqeve të aksidentit dhe përgjegjësive ligjore.